Në gusht kena hyrë në grevë dhe një muj në kanë qenë në vetmi në qelia u quj ka atëherë, ndërsa tortura kena pësu edhe për komandantit burgut miftarit, kena pësu tortura për drejtorit burgut drejt për shkak se kena pas greven për shkak të maicave kuqezi, kërkuan të na heqin maicat edhe ne nuk pranuam mi heq. Dhe atë tani me thunë, as me dhunë nuk pranuam në heq, dhe kanë fillu dhe me tortura, për dhe me atë tortura s'kanë mujtë më në heq majicat. Kështu që atë tani u detyruan të na çojnë në për vetmirë, në për qelijat, në izolojnë, në japin masat ndëshkuese, mos me pas mundësi me ullë ditën, me pas krejt parket, beton, me pas një hapësin kohës shumë të ngushtë të pjetjes, dhe dyshekt ditën u duke me qitë jashtë, edhe ti me pas hapësinën bosh, mos me pas as ku mu ullë, as ku mu shtri. Ndërsa higjienën e tualetin e kishim një kon të mbrëna, edhe një bokall me ujë që me pas nevojë me ujë. Ndërsa drejtora ishte me diku 360 bira sa cigaria duhonit. Ato bira do mund që reflektonin dritën nga jashtë, po edhe xhami ishte xhami i errët, që themin xhami që nuk depërton, vetëm si dritë, që mos me mujt me pa jashtë. Kështu që për 30 ditë aty tani kanë marrë vendim ata drejtoria e burgut që mu transferu në burgun e Gjilanit,